Vlera ka sjell një libër shumë interesant në zhanrin e vet, është një libër muzikor. Historia e Kosovës vjen nëpërmjet këtij libri, koha e Kosovës para luftës, çfarë ka ndodhur gjatë luftës, edhe se si Kosova i përballoi luftën edhe se si eci në kohën në ndryshimin që erdhi pas saj. Vlera e ka sjellë këtë libër nëpërmjet rrethimit, nëpërmjet muzikës, dhe muzika e Vlerës është gospel, është jazz, pra shumë interesante. Do na sjellë sot librat e Vlerës janë në anglisht edhe në shqip, për secili nga ju mund të marrë një libër. Faleminderit Natalis që do ta ndihmoj Vlerën për sot, unë ju jap Vlera Kastrati. Ju falenderoj shumë që erdhët sot. Për mua është kënaqësi e madhe. Kam marrë qysh prej Prishtine në Vancouver dhe prej Vancouver në Toronto dhe kam takuar njerëz të mrekullueshëm. Kishim një prezantim shumë bukur në Vancouver, jam shumë e bindur që edhe sonte të kënaqemi së bashku. Përshëndetje. Përshëndetje shqiptar koleg dhe të ftuar të nderuar. Sot jemi këtu me Vlera Kastratin dhe siç e dëgjuam nga një prezantim shumë dinjitos, unë do jap një prezantim pak më të thelluar. Vlera Kastrati është një eksperte në arsim dhe një artiste shumë planëshe nga Prishtina, Republika e Kosovës. Puna e të cilës ka ndërthurur muzikën, letërsinë dhe artin. Me një master në zhvillimin ndërkombëtar të arsimit nga Universiteti i Columbias, New York, dhe një diplomë në bachelor në gjuhë dhe letërsi angleze nga Universiteti i Prishtinës, ajo gjithashtu ndoqi kursin pas universitar në studime gjinore në Universitetin e Europës Qendrore, Budapest. Me 2 dekada të përkushtuara ndaj reformës arsimore në Kosovë, ajo ka punuar veçanërisht në formimin e politikave kurrikulare, duke ruajtur karrierën e saj artistike, si këngëtare, kantautore dhe shkrimtare. Dashuria e saj e hershme për muzikën e ka çuar atë në një rrugtim muzikor nëpër institucione si seminari Wiener Music në Vjenë, Kolegji i Muzikës St. Louis në Rom, në New School, New York dhe trajnime profesionale në Prishtinë. Ajo ka trajnuar nën mentor të njohur si Maria Pia De Vito dhe trajnime dhe Ardiana Bytici, PhD, Ahmet Dërguti, PhD dhe ndër të tjera. Kujtimi i saj, ky libër që ne kemi sot këtu, Anatomy of the Soul, është një tregim unik. Një përzierje e gjuhës dhe muzikës që përmban 8 këngë origjinale të thurura në historinë e Prishtinës Kosovë. Nëpërmjet librit të saj muzikor, Vlera e orienton lexuesin nga momentet e para luftës në momentet e pas luftës, duke i kënduar një jetë që dikur i shuante zërin. Albumi i saj debutues u aranzhua dhe u regjistrua në Rom nga indjeri Amadeu Thomas, një aranzhues i shquar italian i jazit, kompozitor dhe një instruktor i respektuar në Universitetin Yale. Vlera i ka prezantuar publikut dhe 3 videoklipe nga albumi i saj i parë, njëri prej të cilëve është filmuar dhe është prodhuar në Paris. Kujtimet dhe muzika e saj janë prezantuar në Shtëpinë e Europës, Zyrën e BE-s në Kosovë, Grupin ndërkombëtar të grave në Prishtinë, Ambasadën franceze në Prishtinë, Javën e Frankofonisë në Kosovë, përfaqësues të diplomatëve ndërkombëtare dhe kosovarëve në Prishtinë, Ambasadën e Kosovës në Hag, dhe puna e saj mbajti një mbulim të gjerë mediatik në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Itali, si platformë muzikore. Duke folur rrjedhshëm gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, me njohuri shtesë në frëngjisht dhe italisht, Vlera lëviz rrjedhshëm midis kulturave dhe disiplinave. Qoftë përmes përshkrimit, muzikës apo edukimit, puna e saj është një dëshmi e fuqisë transformuese të artit, gjuhës dhe muzikës. Nga ky përshkrim, që vërtet tregon se kush Vlera është, dua që secili nga ju sot të hap zemrën dhe të dëgjoj një histori, e cila përfaqëson një komp të tërë. Na përfaqëson neve, përfaqëson diasporën dhe njerëzit të cilët jo vetëm ata që e përjetuan, por dhe më tutje. Shpresoj ta shijoni. Vlera,
Faleminderit Natali për këtë përshkrim shumë të bukur. Shumë faleminderit. Para se të filloj, desha t'ju ftoj që ta ndigjojmë njërën prej këngëve të cilën e kam bërë, që ka një histori shumë interesante. Pra po e fillojmë me muzikë. Kënga quhet I've Sinned, kam mëkatuar. Nuk ka konotacion fetar, por ndodhi në një kishë në Rom. Isha duke udhëtuar për 3 muaj me radhë. Kisha nevojë që të shkputem nga Kosova e pas luftës, sepse ishte një periudhë shumë e rëndë dhe thjesht ndueshte të kuptoj pak më shumë çka dua të bëj me jetën time. Hyra në një kishë në Rom të quajtur Santa Maria Maggiore, shumë e njohur për turist, dhe duke ecë brenda kishës, po shoh një shenjë Confessions in English, mund të rrofesh në gjuhën angleze. Dhe thash, okay, këtë dilemë që e kam unë brenda vetës, mund ta flas ndoshta me një prift të panjohur. Ishte një prift irlandez, dhe shkova i thash, më falni, unë duhet të rrëfejem se unë kam mëkatuar. Ai më tha, nuk dukesh si person që ke mëkatuar, thash, po kam bërë mëkatin më të madh, sepse kurse kam jetuar muzikën që ka qenë dashuria e jetës time. Dhe kështu vendosëm, dhe kështu filluam të flasim, ai më pyeste për Kosovën, sepse dinte pak, edhe duke e shkruar këtë pjesë të jetës time, lindi kënga I've Sinned, të cilën ju ftoj ta ndiqni tash si video. Shpresoj t'ju pëlqejë. I have sinned the greatest sin of all, for I have not lived the life I've always wanted. I had a moment and realized it all. I've sinned, I've sinned. I am a sinner, surrendered to this life, and lost my inner gods and the greatness within. I told the priest once in a church in Rome, I sinned, I did, I sinned. My unspoken truth came out loud to him and to me, to life, to all. My soul turned into a light inside the walls of dark church. Forgive yourself now, let go of your fears, awake your passion, live the eternity that lies deep in your heart. Find your love, find life.
Forgive yourself now. Let go of your fears. Awake your passion. Live the eternity that lies deep in your soul. Find your God, find love, become whole. Find your joy, find music. Live your music. Si ka mundësi që një person, ndoshta jo vetëm t'i shkrijë të dyja, po si vjen në atë fazë, në atë moment, në atë ndjesinë që ti mund t'i shkrish këto dy mediume të tilla që është vërtet e veçantë dhe t'i sjellësh në një vepër artistike. Po, doli një libër muzikor, po nuk ishte i planifikuar dalë kështu. Domethënë, unë nisa të shkruaj thjesht të kuptoj kush ishte vlera, sepse kur jeton në një vend si Kosova, nuk është lehtë ta definosh veten e as ta definosh jetën. Është mjaft vështirë. Kështu që ishte një moment që kisha një krizë, themi, emocionale apo ekzistenciale, ku i shtrova vetes të pyetje, okay, kush jam unë dhe pse s'po ndihem e lumtur, e përmbushur siç do duhej ndihem. Dhe fillova të shkruaj vetëm për ta kuptuar këtë ndjesi për veten. Nuk desha as të bëj libër, as të bëj muzikë. Dhe duke shkruar, ndonse vi nga një familje shkrimtarësh, nuk kisha menduar fare për të shkruar. Dhe duke shkruar, filluan të rrjedhin ngjarjet një nga një. Dhe pjesa kur fillova të shkruaj për fëmijërinë time, aty takova një vlerë shumë të lumtur, një vajzë e vogël me flokë kaqurele, të bardha, e cila kreçka ka dashur në jetë donte të këndonte. Dhe ky encounter që thonë anglisht, ky takim me këtë vlerën e vogël, më dha shumë dashuri dhe shumë ndjesi të mirë, por edhe prej aty fillua të rrjedhin këngë. Do me thonë, këndova një këngë për fëmijërinë dhe pastaj thash, çka ndodhi me këtë vlerën e vogël? Kush duk kjo dashuri për jetën? Kush duk ky entuziazëm për jetën që e kisha? Dhe më desh ta kuptoja duke kaluar në për fazat e tjera të jetës, po çfarë ndodhi është që unë desha që, do me thonë, në çdo fazë të jetës kisha nga një këngë, në jetën të cila s'm kishte lënë asnjëherë të këndoj, sepse ishte shumë e vështirë. Ne kishim, si them, ëndra kolektive, po nuk kishim ëndra individuale. Ishte shumë vështirë të mendoje për veten në Kosovë. Kështu që kështu lindi muzika, domethënë në momentet më emocionale, momentet të luftës, momentet të udhëtimeve të mia, momentet të shpërnguljes nga Kosova në vende tjera, sepse më ka rënë të jetoj edhe në vende tjera, lindte gjithmonë nga një këngë. Edhe kështu libri u mbush me muzikë, po u mbush edhe jeta ime. Domethënë nuk ktheva prapa dhe e mbusha me muzikë një jetë të cilën s'm kishte lënë të këndoj. Dhe nëse më lejoni tash, do doja të lexoj një pjesë nga fëmijëria që e përshkruan po këtë moment kur lindi kënga e parë. Harrova të them që libri, siç e tha edhe më herët, përfshin 3 epoka, do me thonë para luftës, luftën edhe pas luftës, dhe unë marr ecë në për jetën time, në për të kaluarën time, apo në për shpirtin tim, si shtem, dhe kam disa ecje, është ecja në shtegun e dashurisë, ecja në shtegun e luftës, ecja në shtegun e pikëllimit, ecja në shtegun e pas luftës, ose në shtegun ku unë mundohem t'i jap jetës kuptim. Dhe natyrisht që me këtë libër përfundoj. Domethënë kjo është ecja në shtegun e muzikës dhe këtu takoj këngëtarën e heshtur. Është një moment fëmijërie kur unë jam duke luajtur në rrugë me një shoqe timen, në kopshtin e shtëpisë timen vërtet. Dhe i them, e di si ndihesh, sikur fluturon, i tha shoqës sime 6 vjeçe. Më duket vetja si një pend e bardhë dhe fluturoj lart e jam në botën time magjike.
O sa e lumtur jam shumë e lumtur. Si është kjo botë? Më pyeti ajo gjërsa luanin bashkë në kopshtin e shtëpisë sime. Ishte një vit më e vogël, por nuk kishte kaqurela bjond si unë dhe ishte më e gjatë. Kishte një fytyrë më të rumbullakët dhe një buzëqeshje disi të dyshimt. Është shumë e bukur, thash. Ka gëzim dhe lojë, ka ngjyra dhe lule, karamele dhe çokolata, yje, ylber dhe fëmijë. Ka muzikë gjatë gjithë kohës, është kënaqësi e madhe. Edhe drita, yje, edhe shkëndia, aty është fest, këngë vallëzime, edhe unë e këndoj e vallëzoj. Si bota jonë, a nuk ka vetëm një botë, tha ajo. Jo, çdo fëmijë ka një. Ti e ke tënden, unë kam timën. Po në botën tënde më trego, si është bota jote? Vura krahun tim të vogël mbi supin e saj. Hajde më thuaj, mos ki turp. Ishte një nga ato ditët e ngrohta të verës në fund të viteve 70 në Prishtinë, kryeqyteti i Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. Ishim ulur pranë shtëpisë sime të bardhë, dykatëshe, në kopshtin e gjelbër ku lulëzonin trëndafilat dhe shpërndanin aromën dehëse. Ku luanim ku kafshehtas, fshiheshim në hijet e tyre në ditë me diell dhe në mbrëmjet e vona. Edhe atë ditë ishim ulur pas trëndafilit të madh roz për të fshehur fytyrat tona nga dielli që të diqte. Nuk e ke gjetur ende botën tënde, por do ta gjesh, thash, dhe lëviza pak për të fshehur nga rrezet e diellit të nxehtë që më binin në sy. Më pas u ngrita në këmbë. Po shkoj në shtëpi për drek, do të më thras mami përsëri. Kur të takohemi herën tjetër, do të më tregosh për botën tënde, mirë? U ngrita shpejt për në shtëpi e bindur se ajo nuk do ta gjente kur botën e saj. Kishte shumë frikë nga jeta. Vrapova me zigzake drejt derës së hyrjes duke kaluar nga një kaçup trëndafili në tjetrën, çdo trëndafil dhe çdo gjethe që prekja lehtë lëshonte tinguj më të zëshëm se të gjithë tingujt e rrugës. Nuk doja të takoja nënën time te dera, sepse u vonova përsëri për drek, kështu që unë gjita me vrap shkallëve për në hyrjen kryesore, por në vend që të shkoja në kuzhinë, unë gjita në katin e dytë. Dhe ja ku ishte ajo, Whitney Houston, në dhomën time duke më pritur. Ajo buzëqeshi, unë ja ktheva buzëqeshin dhe filluan të këndonim You Give Me Good Love, ti më jep dashuri. Mbylla syt, tingujt e zërave tam fluturuan në ajër. Fluturova dhe unë, e lash dhomën time, e lash edhe shtëpinë dhe rrugën qore, e lash edhe qytetin, e lash edhe Whitneyn, e lash edhe veten time. U shndrova në një tingull të lehtë fluturues dhe zbrita lehtësën në botën time magjike, në zemrën time të lumtur, të qiltër e të pafajshme, siç është zemra e çdo fëmije. Të gjithë ne kemi një fëmijë të vogël brenda, po shumë shpesh e harrojmë, nuk e kujtojmë më. Për mua ishte shumë e rëndësishme që e kujtova dhe e takova disi këtë vlerën e vogël. Dhe kjo më dha shumë energji, si thash. Po ta takoja tash, ndoshta do t'i thoja, mos ke frikë, ndo. Atë e realizova tani. Dhe ju ftoj ta ndigjoni këngën Magic Land, bota magjike. Këngët janë në anglisht, sepse libri u shkrua fillimisht në gjuhën angleze dhe u bë në gjuhën angleze. Është në Spotify. Po. E para, Magic Land, po. Është po aq magjike sikur momenti që po e përshkruaja. Spaku për mua. Learn to jump, begin to fly. Spread your wings, take the sky. Reach your world, yours alone. Land in there, feel alive. You will find your paradise. High above, deep inside. In the land of magic dreams. Blazing songs. Me një tranzicion shumë të bukur, ullë dhe volumi. Po, ashtu dhe ta bëjmë se... I kemi, këngët janë po ashtu pjesë e libri, do me thënë, aty ku është rrëfimi, pastaj ku është kënga, është një QR code, ku ju mund të afroni telefonin dhe do t'ju çojë te kënga në Spotify ose në YouTube,
kështu që e dëgjoni. Me qenë se çdo këngë është një copës jete e ime. Edhe pse mund të shoqëroj librin, mund ta vendosësh në spam për shembull. Po, mund të ashtu po. Në fund fare është krejt albumi, në fund fare që është dhuratë për lexuesit e mi dhe për dëgjuesit e mi. Kështu që e dëgjuam dhe aksesojmë në Spotify? Në Spotify në është Spotify. po, gjithë albumi, po. Kur fillova të shkruaj, në gjendjen që isha e lodhur duke qenë e fortë. Mendosha që isha shumë e fortë dhe kisha ecur përpara me këtë ndjenjë të qenërit e fortë. Por erdha një moment kur nuk mund të isha më e fortë dhe desha të jem e brisht, të jem vulnerable, që thonë anglisht. Domethënë ta lë veten të jem të brisht. Dhe mendoj që secili prej nesh, duke ditur historitë tona, se nuk janë histori të lehta në jetën asnjërit prej nesh, është momenti kur duhet ta lëm veten të jemi të brisht, se është shumë njerëzore të ndihesh i brisht, të ndihesh i dobët, të ndihesh që ke nevojë të flasësh me veten apo të flasësh me tjerët. Kështu që kjo lloj emotional nakedness, kjo lloj lakurishësi emocionale është në tërë librin. Domethënë unë i kaloj nga një emocion në tjetër me lehtësinë më të madhe. Por a ka ndonjë moment që është i rënd? Ka pas shumë momente të rënda, sepse mendoja që kur shkruan libër për luftën në rastin tim, është shumë e rëndë, unë mendojsha, a kam të drejtë unë vërtet të shkruaj një libër për luftën, sepse në krahasim me shumë njerëz të tjerë në Kosovë, me shumë individ, unë jam më se e privilegjuar, sepse unë nuk humba asnjë njeri të familjes në luftë, ne nuk na dogjën shtëpinë apo siç ndodhi me shumicën, por shumë kemi pak rrëfime. Prandaj unë gjeta guximin dhe thash, okay, se ky libër nuk është asnjëherë një libër kujtimesh, një rrëfim. Tregon një epokë historike apo jo, tregon shumë rrëfime të tjera të cilat ndërlidhen me rrëfimin tënd. Për shembull, unë kam dëgjuar aty rrëfime të tmerrshme. Është një moment kur mbas luftës nana kishte një lëvizje të popullatës të madhe mbas luftës dhe erdhi nana e kisha mësuese. Kishte nxënës nga zonat e luftës që kishin ardhur në Prishtinë dhe më tregon nana qysh si një djalë i vogël që e ka në klasë është shumë neurotik, ik prej klase, nuk e ka në fare në kontroll. Dhe ajo nana ime ndal një ditë dhe thot, pse me mësuesën ti ik prej orës, sa më tregon, edhe ky thot, po mësuese mu ma kanë masakru nanën. Edhe nana ime u prek shumë, edhe na tregojnë në shtëpi. Dhe merreni me mend pas ca ditësh shkon aty një grua tjetër edhe i thot unë jam nana e këtij djalit. Dhe domethënë është moment shumë i rëndë, më falni po duhet ta ndaj. Edhe nana tash befasohet, thot më vjen shumë keq se djali im ka thënë nanën ma kanë masakru sërbët, prandaj jam pak e befasuar me prezencën tuaj. Dhe kjo gruaja i thot nanës, në të vërtetë mua më kanë dhunuar para 4 fëmijëve. Po ka qenë djali aq i vogël, s'ka ditë si t'i vë emër atij akti edhe ka thënë ma kanë masakruar. Domethënë këto janë disa prej rrëfime, momenteve shumë të rënda, ose vdekja e babit tim pasi që krejt shqiptarët e Kosovës në një moment caktuar, pasi që erdhi Miloševići në pushtet, i morën sërbët të gjitha institucionet shëndetësore dhe të arsimit, dhe çka ndodhi është që shqiptarët u detyruan që të largohen, sepse ose duhet të ndjekësh politikat asimiluese sërbe, ose duhesh të lëshosh institucionet. Kështu që për një moment të caktuar, ne kishim situata që secilin shtëpi i kishte 2 prind pa punë. Munden ta merrni me mend sa momenti i rëndë ishte. Kështu që kur kam shkruar për këto momente dhe pastaj babi im nga depresioni pati gjakderdhje në kokë dhe ndroi jetë. Këto kanë qenë momente shumë të rënda. Mirë, po tani ndoshta pyetja tjetër që duhet ta bëjmë. Jo, riviziton këto momente, doja thoja. Natyrisht, janë shumë të rënda sepse kur ti rikujton ose riviziton, ti faktikisht i ke këto momente brenda. Unë i kisha shtypur, unë i kisha thënë, okay, unë tash do shikoj përpara edhe do ta rregulloj jetën time. Por ato janë aty dhe duan vëmendjen tënde. Domethënë, duan që ti shikosh, ti pranosh, ndoshta edhe të falësh,
se unë jam rrit me një idhënim shumë të madh ndaj serbëve, siç jemi rrit të gjithë në Kosovë. Bilejoj dhrim, ndoshta më shumë urrejtje. Dhe kur kalova nëpër këto momente, kisha një ndjenjë lehtësie pastaj. Natyrisht ai momenti i parë ishte shumë plot dhimbje, po pastaj kishte një lloj lehtësie se po i pranoja plotësisht krejt ato që më kishin ndodhur. Po tash pyetja është, a është arti formë e shërimit, domethënë se mund t'i rikujtojmë në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme. Unë zgjodha artin në mënyrë shumë spontane dhe mendoj që arti vërtet është formë shumë e mirë për të përballur me dhimbjen. Më bëri përshtypje që kudo që keni shkuar juve, keni marrë stilin e vendit ku keni qenë dhe për ta lehtësuar ose për të treguar shpirtin tuaj artistik, nuk mjafton fjalë. Domethënë, e them sepse vërtet aty ku mbaron fjala fillon timbulli. Po. Që nuk mund ta thosh me fjalë. Dhe kjo ndodh me librin tuaj. Po, absolutisht. Tani, shumë bukur. Unë mezi për ta lexoj. Edhe po emocionet bazë unë i mora. Dhe unë si muzikant ju falenderoj që më ftuat në këtë brëndje kaq të paharruar, sepse nuk është kollaj, domethënë të paraqesesh realitetin në dy arte kaq të vështira po dhe të bukura siç është letërsia dhe muzika. Unë ju uroj suksese në gjithë jetën tuaj, dalë shumë i prekur dhe jam krenar për gruan shqiptare që ka arritur deri në këtë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Po. Jam Arta Recep nga Halifax, kam marrë një udhë pak gjatë me ardhë këtë. Së pari dua të faleminderit shumë që e ke zgjedhur Kanadën për këtë rrëfim. Po ashtu jam edhe gazetare edhe shkrimtare vet. Edhe pak i kam lodhur edhe unë kanadeze duke tregu historinë e shqiptarëve. Unë besoj që ne shqiptarë këtu që kemi ardhur si refugees në Kanadë, i kemi dhimbjet e dy fishta, dhimbjen e luftës, por edhe dhimbjen që nuk jemi më në Kosovë, një realitet tjetër. Pra, falë në ashtë shqip nuk e kam 100% perfect. Unë në anglisht nëse ndjeni komod. A lot of the refugees have experienced a lot of significant trauma in Canada, but as well as in Kosovo, and a lot of Canadians have also said to me, Arta, 25 years later, we do see an increase of refugees with amazing amount of trauma. Now, what do you think can be done in Kosovo so that people like you and writers especially can become more vulnerable? Because I do feel that Albanians do have a fear of judgment from expressing their stories, and as you've mentioned today, there are significant stories of trauma and just horrific experiences from the war, as well as post-war of the difficulties Kosovo has faced economically, but also, as finding a brand new identity. Thank you very much. Very interesting question. First of all, I have to say that we as a state have completely failed on dealing with our national trauma. I mean, it's absolutely unforgettable. I mean, it's really something I cannot understand. Why do we have governments and politicians who never think about the well-being of the nation? So we haven't done any work in this sense. You have some NGOs, that have dealt with, let's say, raped women or, with women's issues after the war. Now one of them is actually a candidate for Nobel Prize of Peace. But generally speaking, there has been very little attention. When I was writing my book, I was thinking a lot about this, because this is not just a descriptive book, it's very analytical too, because I was also analyzing and raising questions and trying to find answers myself. But what has helped also, I think, from my own perspective, from my own view, is that the international presence that came in Kosovo after the war, they had pushed for us to live
from now to the future, forgetting the past. You know, the past is behind. And I think in many ways we have followed that because the internationals in Kosovo were loved by Kosovars. They were the co-liberators or the liberators. They helped us, you know, be alive. I mean, I wouldn't be here and many of us wouldn't be here if NATO didn't bomb. So obviously, so that's another level that I think we had to be accepted and loved by internationals in many ways, you know, and we followed everything that was required from them. So I think these two dimensions, and of course our will to compensate the time that we lost. So let's do it. And now comes a moment after more than 20 years where people are really tired, you know, because the trauma is there, undealt, unfaced, and uncured, not cured. So this is one of the reasons, I think. Why it didn't happen, I don't know. I really don't know. There was not enough will. But do we have to do it? I think we have to do it in any form that we can, be it as a scientific, you know, research paper, or be it as art form, or a movie, or a podcast, or any kind of way that we can tell our stories to ourselves first, and then to the rest of the world. Because what has happened to us have been very, very harsh and very dehumanizing.